Ervin, të përshëndet, çfarë ke mundur të mësosh rreth personit i cili le të themi ka grabitur paras, nuk e di nëse është mundur të kuptohet dhe sa është shuma që ai ka vjedhur në këtë formë, çfarë detajsh ke ti? Fabiola, në fakt 23 vjeçari i arrestuar është me shtetësi franceze, bëhet fjalë për Adem Said, i cili është kapur ditën e djeshme në flagrancë, pra arrestimi është kryer në flagrancë pas një hetimi që ka bërë Drejtoria kundër krimeve kibernetike në policinë e shtetit, ku kanë zbuluar sa i fshihej pas disa mesazheve që ka të paktën 2 muaj që po dërgohen qindra përdëruesve të aplikacioneve bankare të nivelit të dytë në Shqipëri dhe pikërisht në këto mesazhe bëhej pra duke kërkuar edhe të dhënat, duke thënë se llogaria juaj është e çaktivizuar dhe në mënyrë që të kryhen riaktivizimi i kësaj llogarie, pra kjo ka qenë edhe një metoda phishing, siç njihen ndryshe në gjuhën kompjuterike, apo e peshkimit, pra dhe hedhjes së karemit, dhe në mënyrë që sapo ti e klikoje këtë link, aty do dilin për të regjistruar me të dhënat bankare, dhe në këtë moment kur tentohej që të futeshin të dhënat dhe llogarisë bankare si emër, mbiemër apo edhe kodin e bankës në mënyrë, pra ka qenë një mashtrim në mënyrë që të bëjë riaktivizimi i kësaj llogarie, të dhënat i shkonin 23 vjeçarit, i cili nëpërmjet sistemit kompjuterik që kishte në celularin e tij, aplikacioneve të tjera, të paktën kjo është zbuluar nga ana e policisë, arrinte që kartën bankare ta klononte në celularin e tij, apo siç njihen ndryshe kartat wireless me Wi-Fi apo pra që pa përdërim fizik, por që kishte akses në celularin e tij, dhe në momentin që ai shkonte në bank apo në ATM-t, në bankat e jashtme siç njihen ndryshe për të nxjerrë edhe parat, kesh bëhej nëpërmjet celularit të tij dhe arrinte të nxirrte edhe shumat e parave. Edhe nuk kemi një përllogaritje se sa është shuma që ai ka marrë, por janë qindra qytetarë të paktën sipas policisë që kanë rënë prej këtij mashtrimi, pikërisht dhe kanë bërë edhe denoncimet dhe dëmi përllogaritet në mijëra euro. Me këtë skem? Të paktën prej 2 muajsh, ky është edhe të paktën prej 2 muajsh, për shkak se ky është edhe rekordi i mesazheve të para, por edhe denoncimeve që janë bërë nga ana e qytetarëve të ndryshëm, pikërisht pas mesazheve që u ka ardhur në celularin e tyre dhe një link që si duket e ndihmonte 23 vjeçarin nga Franca për të hyrë në dhënat bankare dhe më pas për të klonuar kartat e qytetarëve të ndryshëm. Sigurisht dyshohet se ka edhe bashkëpunëtor shqiptar, për cilët po punohet për identifikimin e tyre, për shkak se edhe numri me cilën ai dërgonte mesazhet apo edhe linkun tek përdëruesit e aplikacioneve të bankave të nivelit të dytë ishte numër shqiptar dhe rezulton i regjistruar në një emër të një tjetër personi të ri, megjithatë policia nuk ka kryer procedim apo ndjekje për të, për shkak se janë në hetime sipër dhe nuk dihet nëse ai është apo jo bashkëpunues, apo numrat që dërgoheshin këto mesazhe janë blerë në tregun e zi, siç ndodh shpesh edhe me persona të tjerë që kryen edhe vepra të tjera penale. Mirë, Ervin, faleminderit për këtë raportim të informacioneve që përcolle.